Partia Demokratike nisi të hënën zyrtarisht procesin e verifikimit të bazës së antarësisë, si dhe hapjen për antarët e rinj që duan t'i bashkohen partisë më të madhe opozitare në vend. Partia Demokratike ka ngritur tashmë grupet e punës që do të merren me organizimin e këtij procesi. Ndërkohë, burime brenda Selis Blu bëjnë me dije se në listat e të deleguarve në rrethe janë përfshirë ish deputet dhe ish ministra. Një nga to është dhe Fatbar Kadilli, kreu i grupit të punës në Lushnjë, i cili thekson se procesi po bëhet mbi bazën e statutit. Roli i këtij që ju quhet grupi punës, që janë të deleguarit në deg, roli i tyre është për të bashkërenduar të procedurë, të proces, për ta mbikëqyrur dhe për të qenë, si thua, një palë e paanshme, e cila motivon pjesëmarrjen dhe kontributin e të gjitha flukseve që vijnë nga historia apo nga përvojat të ndryshme në të cilat ka kaluar Partia Demokratike, sikur ka qenë në opozit apo dhe në pushtet. Muaji i shkurt është afati përfundimtar kur do të mbyllet procesi i antarësimeve të reja dhe për të rritja e bazës së të dhënave, për t'i hapur rrugë më pas zgjedhjes së strukturave të reja drejtuese. Procesi i ri sapo ka nisur. Periudha e parë është verifikimi ose përditësimi i databazës të listës antarësisë Partisë Demokratike, antarësimet e reja, dhe më saj fillon në përputhje me parashikimet e statutit Partisë Demokratike, zgjedhjet në seksione, grup seksione, në deg, dhe që kulmojnë pastaj me kongresin e Partisë Demokratike. Afati i parë është që brenda muajit shkurt do të mbyllet procesi i antarësimeve të reja dhe përtritjes së bazës së dhënave. Kto pastaj janë hapi i dytë, është vazhdimi i procesit, është një proces, nuk mund të jetë një kalendar tek i cili do të fokusohemi më tepër se sa tek vetë procesi. Sa i takon analizës së humbjes për Kadillin, procesi i zgjedhjeve ashtu si dhe analiza nuk është i vonuar, pasi opozita e ka shfaqur reflektimin në gjestet dhe aksionet e saj politike.